Flas po. Një mëngjesi, çka kemi treja? Zemaj vendosje sot kanë përsëri për me u bë komisioni për votim të fshehtë dhe kanë propozuar përsëri Albin Haxhi. Është e qartë tash se pa pas një marrëveshje politike edhe pa u definuar se cila partia, se cili subjekt mund të asigurojë shumicën për të krijuar kuvendin edhe qeverinë e Kosovës, nuk mendoj që do të ketë ndonjë rezultat. Dërsa për kryenitësinë, për mënyrën e udhëheqjes seancës kemi folë shumë. Nëse vazhdon shkelja e njëjtë, atëherë nuk është mirë as për kuvendin, por as për demokracinë. Formën se si po tentohet të imponohet zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Zemja e ka BDK-ja deputetët e sigurt të jemi kështu, pasi nga vendosja voton që votimi i fshehtë jep mundësi deputetëve që ta shprehin leshëm, pasi nuk po munden nga partia. Unë shpeshherë po ndëgjoj këtu në hyrje ose në dalje, gjuha e tyre është goxha agresive, shqetësuese, shpeshherë dhe ofenduese, ndërsa sjellja e tyre brenda sallës është ndryshe, thuajse nuk janë të njëjtit njerëz. Ata duhet të thirrin ndërgjegjes edhe përgjithsisht çfarë kanë, duhet të sigurojnë ngjarjet e një deputet, edhe tek atëherë mund të kemi zgjedhjet e kryetarit të kuvendit edhe konstruimin e kuvendit në plotësi. Në sallë sillen pothuajse janë bashkëpunues me 120 deputetët edhe janë tepër demokrat kështu, ose edhe dashën ta quajë kështu në gjuhën pak më të butë. Por no? Apo ki të dëshirë ty më të përgjigjesh si pjesë e votimit kështu. Po është një ndër format e pjesëmarrjes tonë, është vendim politik, është veprim politik. E kom thënë po e përsëris, nuk mund të ndrohen rregullat në mes të lojës ose në fund të lojës. Seancat kanë nisur me zgjedhjen e organeve me votim të hapur, zgjedhja e kryetarit, edhe është më shumë demokratike dhe imponimi mund të jetë jo demokratik, forma se si po dëshirojnë tash ta trajtojnë me vot për, kundër apo votën e msheft në këtë kuptim. Faleminderit shumë.